na me përdor për me rikthy atë gjendjen e mëparshme sepse abuzojmë pak këtë ditë. E rëndësishme është me qëndru t'hidratume, edhe ideal kish me qenë na i smoothie detox me këto gjelbërtat përgjithësi që përmbajnë klorofilët, që përmbajnë fibra, për me ndihmu melçisë të kryesisht ngarkesë më të madhe e ka pjesë melçia, nga sasia e lartë e sheqerit që o marr, për me ndihmu melçisë që atë formën e detoksifikimit që e bën funksionin vet, me ndihmu që me bu pak me lecu, me largu ato toksinat që i kemi marrë, edhe sasinë e lartë sheqerit, me qëndru t'hidratume me pisa ma shumë ujë, për shkak edhe të lëkurës edhe për shkak edhe se ndikon të i përkeq për shkak nëse jemi të hidratume edhe tek sistemi nervor qendror, edhe koncentrimi, edhe lodhja psikologjike, kështu që në këtë rast mirë kish me qenë me qëndru të hidratume, atë pijen që sot na mungon, që se kom marrë çdo herë një ujë me kastraves, limon, këto që kemi sezonor.